Unë quhem Magron Hyseni, jam administrator një biznesi fason, e cila ka 3 stabilimente në 3 qytete, një në Gramsh, Peqin dhe në Durrës. Operojmë në këtë fushë që nga viti 2007. Jemi përkushtuar punës, por kohët e fundit kemi kuptuar që ka lindur nevoja që të ecim me hapat e kohës, duke qenë se shpenzime e tjera pra kishin nevojë për një ecuri ndryshe, që do të thotë automatizimin ose të gjejmë mënyrat që të rrisim prodhimin, sasinë e prodhimit edhe në cilësi, që të jemi sa më të kërkuar nga klientët për cilët ne operojmë. Duke qenë se kostot e blerjes të tilla makinerive, të quajtura gjysmë robot, ka një kosto pa përballueshme nga ana jonë. Na këshilluan dhe kontaktuan me programin italo-shqiptar që po vjen në ndihmë të biznesit. Sot aktualisht mora ndihmën, mora financimin për blerjen e këtyre makinerive. Doja të falenderoja për këtë mundësi ndihme që mu dha programin italo-shqiptar, Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës, Inovacione për këtë që e quaj mundësi të artë, faktën për mundësitë e mia dhe nevojat që unë kisha.